Gjendja aktuale është bukur e rënduar për shkak të rreshjeve, si pasojë e daljes nga shtrati të lumit Mirusha dhe proskave tjera që janë në territorin e komunës Malishevës dhe shumica e rrugëve ose një pjesë e madhe e rrugëve janë të bllokuara për shkak të prezencës së ujit në rrugë. Gjithashtu kemi pasur edhe ndërprertim të ujit në disa familje, në disa vendbanime, edhe në qytet, edhe në fshatra tjera dhe njësitë emergjente kanë ndërhyrë në 6 raste ku është bërë evakuimi i banorëve. Dikon rreth 14 banor, sepse tash kryesisht familjet janë të vogla me 2 ose 3 banor, por më rëndësishme është intervenuar në 6 raste dhe banorët janë sistemuar në vende të sigurta. Tek të afërmit e tyre ose një pjesë që kemi pas në qytet që kanë qenë musafir këtu, 4 familje nga Soareka, fillimisht janë sistemuar në objektin e shërbimit të zjarrfikëve dhe shpëtimit dhe më pas janë dërguar në vendet e tyre në Soarek. Ka përderisa ka depërtu ujë në për shtëpi banimi, ajo përcjellet me dëme materiale, qoftë në pajisje, mobilje etj, por për këtë menjëherë pas qetësimit të situatës, komisioni komunal që është për vlerësimin e dëmeve, ne duhet të menaxhojmë situatën me aq sa mundemi, me aq sa kemi kapacitete njerëzore edhe teknike që të menaxhojmë situatën dhe deri me tani mund të them se situata është e menaxhueshme.